sa dush. Kraun e majta kam... Pikërisht, ajo është dhe ti vetëm gjen. Kërkon dhe gjen. Po. Dhe pastaj i shkëmben. Bravo. Kraun e djathtë po. Gjithmonë i shkëmben. Kraun e majta kam da. Që fillim. Tu edhe s'ndahet. Bravo të qoftë. Sa përshon fjallat të Kam dyshime. Vazhdo. Po ta them shohim se sa do t'i bash. Kraun e majta po djathtë. I majtë e kam arrupën. Ka hy aty edhe s'del ma. I djathtë i hyn, del, hyn. Ajo ka rëndësi, që ti e di shumë mirë se çfarë do. Jam i qartë. Gjithmonë. Mos marrë vesh të krahët e djathtë. Do në dalë një ditë e krahë i mesit. Të krahët e djathtë që i mbaj nisën tërkohës, të s'marrë veshun. Që ja lejojmë vetes me hye me dalë. Po pra? Jo, mua më pëlqen fakti që njerëzve u pëlqen që t'jenë krah. Kjo ka rëndësi. Nuk u pëlqen t'jenë vetja, po t'jenë extensioni jot. Sa bukur. Kjo ishte autoironia, apo çfarë ishte kjo? Absolutisht jo. Alona, Po kjo ishte kjo? i që të zetë më brenda në shtëpi. Që shikojmë sy për sy. kam Ti dëshirë. ke dash me u fut e krau majt, jo të i djathtë. Duhet Jo, të shikojmë sy për sy. Ti e di shumë mirë se Ti e kam din dashur me futur. Ti e din se? Dëgjoj, Ti e se din? ti e bën një person krahun e majtë të mirit, nuk do të thotë që ai Se bëra unë, nuk do të thotë që miri nuk është krahu i majtë i atij personi. Se bëra unë. Kupton? Po s'ka se si tjetë, se logjikisht nuk e si tjetë. Nuk ka se tjetë. O gjej e ti busullën, se nëse dikush është kraju majt, nuk ka se si tjetë nga e majta jote. Ti ke dikë tjetër kratë majt. Në krah të majtë është krahu zemrës. Po pra, po ti nuk kesh krahun e djathtë. Sepse nëse je majtas, nuk kesh ta kesh majtën. Se Lorna se kupton, prandaj ta gjej një Nuk e busull kuptoj, nuk e kuptoj. Vaj buk. Ti je shumë e zgjuar. Do të thash buka. Do të mirë. Aha, pra. Çka kemi? Fole ti.